Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun xhalla shanu ne ke pranua këtë tavaf. Ne lutim Allahun xhalla shanu ne ke fal gabimet tona. Allah i na i fal gabimet tona dhe gabimet e gjithë vëllezërve motrave tona që jemi bashkë këtu edhe në Shqipëri ku jemi atje inshallah taala. Për të gjithë ata që i kam miqe jarane e vllazën e dashamirë që duam dinin islam, e lusë Allahun xhalla xhelaluhu prej këtij vendit për Ballçabës, Allah ja u fal gabimet atyne edhe mua. Allah ja u zoft familjet e tyne edhe të mia. Allahu xhalla xhelali ja u mjekoft të shëroft smut të tyne edhe të mi. Allahu xhalla xhelali ja u zoft të gjithë farefisin e tyne edhe të mi. E lusë Allahun xhalla xhelaluhu që asnjë besimtar musliman mos tjetë pa vizituar Qabën bile një herë në jetën e vetë. E lusë Allahun xhalla xhelaluhu nikosisht që të kthehemi në familjet tona, të pranuar këtë umre, e inshallah taala ata që s'kan ardhur inshallah vinë. E lusë Allahun xhalla xhelaluhu që të na bashkoj të gjithë trojet tona. Vllazërit tonë shqiptarët, Maqedoni, Preshevë, Malzi, Kosovë, Shqipëri. Allahu xhalla xhelaluhu na bashkoft, na bën si një trup inshallah taala. Ja Allah thëmë, që shta ke bashkuar të në këtë Qabën me vllazërit tonë nga gjitha trojet shqiptare, na i bashkohet me trojet tona në atë vendin tonë, ja Allah. Ju përshëndes vllau ju i prej këtij oborit Qabës ku bëm tavafin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju dua të gjithëve, natën e mirë.